Gjatë fundjavës u zhvilluan ndeshjet e javës së dytë në ligën e parë të futbollit në Sallë. Kjo xhiro ishte katastrofale për skuadrat tetovare, pasi si Universiteti, Shkëndija dhe Elite Slatinës pësuan disfata në cilësinë e vendasit kundër Xhelezarecit, Bixhos dhe Crnarekës. Skuadra studentore ka pësuar 3-6 kundër ekipit kampion në fuqi i Xhelezarec. Shkëndija pësoi 5-9 kundër ekipit Bixho, ndërsa Elita 8-9 pësoi nga Crnareka. Me një fjalë, kundërshtarët e skuadrave tetovare kanë qenë më të përgatitura për këto sfida dhe me merit kanë shënuar fitore. Në xhiron e dytë u shënuan këto rezultate: Shkëndija Bixho 5-9, Elita Crnareka 8-9, si Universiteti Xhelezarec 3-6, Juventus Serava Velezi 5-1, Kumanova Royal Ilirët ndeshja nuk është zhvilluar dhe Royal Petrol Mall Ajax 5-7. Në ligën e tretë në grupin perëndim janë zhvilluar ndeshjet e javës së katërt. Nga 7 ndeshjet e zhvilluara, vendasit shënuan 5 fitore, një ndeshje përfundoi me barazim, ndërsa në një ndeshje fitues Dole Misafirit. Pas kësaj jave, Luboteni është skuadra e vetme që ka të shënuara 4 fitore, ndërsa ekipi përparimi nga Reçani në Shemshov pësoi disfatën e parë. Rezultat: Vllazërimi Shari të 12 5-1, Bratso Piroku 1-0, Arsimi Kastrioti FC 3-1, Gradeci Kamjani 3-3, Flamurtari Luboteni 0-1, Shemshova Përparimi 3-2 dhe Vardari Reçica 5-2. Zajazi ishte lirë. Tabelën e kryeson Luboteni me 12 pikë para Zajazit që ka 9 pikë dhe një lojë më pak.